Përshëndetje miq, gjendemi në shtëpinë e familjes Ramadani, e cila gjendet në lagjën e Trimave të Kumanovës. Nëse deri tani keni pas rastin të dëgjoni nëpër televizion për këtë lagje vetëm për gjëra tjera, sot do të keni rastin të shikoni një shtëpi të bukur, e cila është një ndër shtëpitë më të mira në këtë lagje, por jo e vetmja. Mirëpo sot ne do të eksplorojmë këtë shtëpi nga brenda. Kurse nganjëherë siç po e shihni, kjo shtëpi dikaqe ka një fasadë mjaft interesante, të gravuar plotësisht dhe të dekoruar me dy ngjyra. Në këtë lagje të mbipopulluar, parcela prej 5 ari është një sipërfaqe më se e mjaftueshme për këtë shtëpi dykaqe, të cilën kryefamiljari e ka ndërtuar në vitin 2006. Kjo fasadë e dekoruar plotësohet nga dritaret e gjata blu dhe parmakët e hekurt. Format harkore i japin shtëpisë një pamje madhështore, kurse aneksi mbi garazh është i ideuar për të qëndruar në terasë në flladin e verës. Në të hyrë të korridorit vërejmë një shumëllojshmëri lulesh në përsaksi. Ato janë të renditura sikur tregues që të çojnë nga dhoma ditore. Kjo hapësirë kryesore e shtëpisë dominohet nga ngjyrat e ngrohta. Në harmoni janë edhe modelet e mobiljeve me aksesorë të tjerë. Divanët dhe koltuqet janë të rehatshme me lëkurë të kaftë dhe janë të renditura për të biseduar këndshëm. Kamini i shton melankolinë ambientit, kurse mungesa e televizorit nuk është e rastësishme. Sipas kryefamiljarëve, bisedat mes miqve zhvillohen më rehat larg zhurmës. Në hapësirë të ndarë është kuzhina. Ngjyrat e qelta shëndrisin në ballinat e elementeve. Të gjitha të kufizuara me korniza alumini, pas të cilave janë të renditura raftët dhe sirtarët. Kuzhina i posedon të gjitha pajisjet elektronike të nevojshme për përgatitjen e ushqimit. Ky dollap i vogël posedon enë të porcelanit mjaft të veçanta nga kultura holandeze, ku ka vepruar më parë zoti i shtëpisë. Dhoma e fjetjes ka ngjyra bardhëze. E posedon setin e fjetjes me shtrat dopjo dhe vitrinën e bukur me 3 dyje rrëshqitëse. Kurse tepihet akrilik janë pjesë dekoruese të dhomës, të cilat janë në harmoni me aksesorë të tjera. Aty pranë gjendet edhe banja me elemente të bardha dhe qeramika bojqielli. Kati i dytë është në përfundim e sipër, kurse kati përdhej është ambienti i preferuar i familjarëve, të cilët kalojnë kohën me të gjatë. Në këtë hapësirë janë të vendosura të gjitha elementet e nevojshme të jetës së përditshme.
Seti mobiljeve është i vendosur pranë televizorit. Ato janë të veshura me lëkurë të kuqe, duke u përshtatur me tepihun. Si në të gjitha dhoma tjera, edhe këtu muret janë të bardha, por nuk mungojnë as lulet shumë të bukura. Si duket, zonja e shtëpisë ka një preferencë të veçantë për botanikën e florës. Kuzhina gjithashtu moderne ka një kombinim ngjyrash në elementet të cilat janë në funksion të plotë. Në mes të saj është trapezaria me ulëset për rreth. Në këtë shtëpi prej 320 metrave katror, që është e madhe ku aktualisht jetojnë kryefamiljarët me djalin e tyre, por gjatë pushimit veror duket e vogël kur mbushet me nipërit dhe mbesat e vajzave që vinë nga mërgimi.